Një listë e gjerë barnash kanë pësuar rritje të çmimit duke filluar nga muaji janar i këtij viti, madje disa prej tyre kanë pësuar rritje më shumë se 100% të shifrës. Një antibiotik që njeh përdorim të gjerë si cefazolina ka pësuar rritje prej rreth 4000%, duke filluar nga kjo e shtunë, por nuk përfundon këtu. Rritja e çmimeve janë 10 ilaçe të tjera që pësojnë rritje deri në 97% të shumës, krahasuar me vitin 2025, raporton Piranjat News, që prej 1 janarit Qendra Kombëtare e Barnave ka nisur të emetoj pullat e reja të barnave, të cilat vijnë për pacientin me disa fish më shtrenjtë. Ministria e Shëndetësisë, bazuar në vendimin e Këshillit të Ministrave, ka përcaktuar çmimet e reja me të cilat do të tregtohen barnat për vitin 2026, të cilat janë ndjeshëm më të shtrenjta se një vit më parë. Kjo listë ka ndryshuar 2 herë brenda 2 javësh dhe është publikuar ditën e shtunë. Metformina, një nga barnat që përdoret për diabet, ka pësuar gjithashtu rritje duke filluar nga kjo e shtunë. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, çmimi i këtij produkti i prodhuar në Maqedoninë e Veriut rritet me 2000%. Tobradex, një medikament që më parë ka qenë 300 lekë, do të shitet sipas listës së re me rreth 97% më shumë. Remsima, një ilaç antiinflamator për të rritur, ka pësuar ndryshime çmimi prej 97%. Sipas të dhënave zyrtare, disa produkte me përmbajtje gadoterica acid të përdorura si solucion për injeksion kanë shënuar rritje që variojnë nga 13% deri në 62% në varësi të paketimit dhe dozës. Rritja më e lartë për këtë grup është vërejtur te paketimi 15 ml, ku çmimi është rritur me rreth 62%, ndërkohë një nga rritjet më të mëdha konstatohet tek infliximab pluhur për koncentrat për infuzion, ku çmimi ka ndryshuar nga 121.75 në 240, duke shënuar një rritje prej rreth 97%. Përveç listës së publikuar, edhe ilaçe të tjera kanë pësuar rritje. Minitran, nga 380 lekë që kushtonte vitin e shkuar, tashmë kushton plot 1369 lekë, rritje kjo më shumë se 2 fishi çmimin të vitit të shkuar.